Përshëndetje. Në shoqërinë tonë moderne, trishtimi shpesh shihet si një kundërvënie ndaj lumturisë. Pjesa më e madhe e kulturës sonë bazohet në idenë se ndjenjat negative, sidomos trishtimi, janë diçka që duhet të shmanget me çdo kusht. Ne kemi mësuar që të mos shfaqim emocionet tona, veçanërisht ato të dhimbjes. Mos qaj, merre veten, ose çfarë ke? Është gjithçka që do kaloj, le të shtik punë. Janë fjalë që shpesh dëgjojmë nga të tjerët, ose që ne i themi vetes kur përjetojmë një ndjenjë trishtimi. Ky mentalitet ka ndikuar që ne të mendojmë se trishtimi është diçka që duhet luftuar, që duhet menjanuar dhe që është në fund të fundit një barë për jetën tonë. Por nëse shqyrtojmë me kujdes natyrën e trishtimit, mund të kuptojmë se ai është një proces natyral dhe i shenjtë që na mundson të rritemi, të shërohemi dhe të bëjmë hapa më të thellë për të kuptuar veten tonë. Trishtimi si një shenjë e dashurisë dhe humbjes. Kur ndjejmë trishtim, është si një lloj lamtumire ndaj diçkaje që kemi dashur. Mund të jetë një person, një periudhë e jetës sonë, një ëndër që nuk është realizuar ose një mundësi që kemi humbur. Trishtimi është dashuria që nuk ka ku të shkojë më. Është ndjenja e një ndarjeje që nuk mund ta mbushim me asgjë tjetër. Ky është një moment kur një pjesë e natyrës sonë bëhet e dukshme. Një dashuri që ka humbur drejtimin, një lidhje që nuk mund ta ruaj më, një mundësi që ka kaluar përjetësisht. E në këtë kuptim, trishtimi është i shenjtë. Ai është një reflektim i asaj që kemi dhënë dhe marr me të vërtetë. Kur ndjejmë trishtim, është si një ëndër. Kur ndjejmë trishtim, është si një nder që ne jepim asaj që kemi humbur. Një nderim që na fton të përballojmë dhimbjen dhe ta respektojmë atë që është larguar. Trishtimi na bën të pranojmë humbjen dhe na mëson të mos e nënvlerësojmë atë që kemi pasur. Ai është një kujtesë se çfarë kemi dashur dhe se sa thelbësore është ajo në jetën tonë. Por për të dhënë këtë nderim, duhet të bëjmë trishtimin pjesë të jetës sonë. Në vend që të izolojmë veten dhe të shtypim trishtimin, duhet të bëjmë atë shokun apo shoqen tonë, të themi, të fitojmë këtë emocion të na vizitoj, ta pranojmë dhe ta përjetojmë. Ftoje për një çaj, thon një shprehje popullore, një thirrje për të qenë të hapur për atë që na ndodh, për ta pranuar dhimbjen dhe për ta përjetuar atë pa frikë. Në këtë mënyrë mund të mësojmë diçka të rëndësishme nga trishtimi. Mund të kuptojmë më shumë për veten, për nevojat tona dhe për atë që na ka munguar në jetën tonë. Depresioni kundër trishtimit, dy botë ndryshme. Shumë shpesh trishtimi dhe depresioni ngatërrohen. Njerëzit kanë tendencën të mendojnë se këto janë po e njëjta ndjenjë, por ato janë shumë të ndryshme. Trishtimi është një proces natyral që ndjenjë që na kalon dhe na çon përpara. Ai është një fazë kalimtare që e përjetojmë, që ndihmon të shërohemi dhe të rritemi. Trishtimi është lëvizje. Është një hap që na shpije drejt një procesi shërimi. Ai është një emocion që mund ta shprehim, ta ndjejmë dhe ta kuptojmë. Trishtimi ka një fillim dhe një fund. Është një fazë e jetës që kalon dhe na bën të ndjejmë, të lidhemi me veten dhe me të tjerët. Ndërkohë depresioni është një gjendje shumë më e thellë. Ai është një formë pasiviteti, një ndjenjë bllokimi dhe mungesës së lëvizjes. Depresioni është mungesa e shpresës dhe e lëvizjes. Kur jemi të dehur nga depresioni, gjithçka ndihet e bllokuar, e ngurtë dhe pa shpresë. Depresioni na bën të besojmë se nuk kemi mundësi, se nuk mund të lëvizim përpara dhe se nuk ka asnjë rrugë për të dalë. Ai është një ndjenjë e thellë, izolimi, që na izolon nga të tjerët dhe na mbush me mendime të errta dhe të pavërteta. Depresioni është gënjeshtra që e fshet të vërtetën dhe mund të na mbajë të bllokuar për një kohë mjaft të gjatë. Kur përjetojmë trishtim, është një ndjenjë që mund ta përballojmë dhe ta kalojmë përmes saj. Nuk është diçka që na mban të bllokuar për një gjendje të pashpresë,
por është një proces që na ndihmon të lëvizim dhe të kuptojmë më shumë për veten. Trishtimi është e vërteta që na përball mendjeshmërinë tonë me humbjen dhe ndryshimin. Ai është një hap që na çon drejt një rritje të brendshme dhe një lidhje më të thellë me veten tonë. Ai që duhet të bëjmë kur përjetojmë trishtim. Kur trishtimi na mbërthen, shpesh përpiqemi ta shmangim, ta injorojmë ose ta mbajmë për brenda. I themi vetes se nuk duhet të ndjejmë dhe se nuk duhet të merremi me veten për pak kohë. Ky është një mentalitet që vetëm e thellon dhimbjen dhe e bën më të vështirë përballjen me ndjenjat tona. Nuk duhet ta shtypim atë, por ta pranojmë dhe ta lëmë të kalojë përmes. Siç thotë shprehja popullore, fitoje trishtimin për një çaj. Kjo është një thirrje për të përballuar dhimbjen, për të pranuar emocionet tona dhe për të mësuar prej tyre. Një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëjmë është t'u japim leje emocioneve tona që të shprehen. Lejoj trupit tënd të lëviz, të tundet, të qaj, të bërtas. Lejoj që trupi të shkrihet dhe të shprehet pa frikë. Të qash nuk është shenjë dobësie, por është një akt shërimi. Të lësh lotët të rjedhin është një akt i fuqishëm që ndihmon për të çliruar emocionet të ngatruara dhe për të sjellë qetësi pas një periudhe trishtimi. Të bësh këtë është të pranosh veten dhe të mbash hapur dyert për shërimin që do të vijë. Trishtimi si mundësi për rritje dhe zhvillim. Trishtimi është një mundësi për rritje dhe zhvillim personal. Ai na ofron mundësinë të ndjejmë diçka të thellë dhe të sinqertë. Kur mbasim një njerëz të dashur ose kur përballemi me ndonjë humbje, trishtimi është ai që na mundson të kuptojmë thelbin e asaj apo të atij që kemi humbur. Ai është një mundësi për reflektim dhe mësim. Çdo humbje është një mundësi për të rishikuar veten dhe për të kuptuar më shumë për atë që është e rëndësishme për ne. Trishtimi është gjithashtu një mundësi për të kërkuar kuptim dhe për të ndihmuar që të japim drejtim jetës sonë. Ai është një udhërfyes që na udhëzon për të gjetur rrugën. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe në videon tjetër. Mirë takofshi.